Mos gaboj, kishte shku për të pa një vend mbeturinash. Mbeturinat të shumë zojsh të ngordur, e me radh, pra një vend me plera, nuk ka ndonjë çudit madhe që të ketë dhe shumë brejtës. Rrezikon që ta ketë marrë nga brejtësi, apo me qenë se ky është një variant i transmetueshëm, mund ta ketë marrë dhe nga një pacient tjetër, nga një person lokal. Kjo nuk përjashtohet, po vështirë, sepse duhet kontakt të jetë i ngushtë. I gjatë, i ngushtë, e me radhë. Kjo është e vështirë që ta rrihet gjatë një shëtimi. Po mirë, kur ti shkon në një ambient me plera, po themi me mbetje të zogjve të ngordur, siç pretendohet që personi, pra hollandezi i parë ka shkuar, ti merr e kaq shpejt e merr? Se njeri nuk shkon të rritë plerat një javë. Nuk është kaq shpejt, po i ka qelluar ky rast. Tashti neve duhet kuptojmë që neve nuk e kemi parë realisht, pra hetimi epidemiologjik ende s'na ka dhënë dhëna konkrete për të pasur si është aty situata. A është i prezent apo jo antivirusi në atë ambient, sepse do duhet marrin mostrat për ta vërtetuar këtë. Pra kjo është pjesa e hetimit epidemiologjik. Por në besoj e kemi shumë qartë që po të shkojmë një vend ku ka kërma, ku ka kufoma, në këtë rast janë zojsh të ngordur, neve në mënyrë krejt instinktive vendosim dorën përpara hundës. Po ajo vjen kryesisht për aromën. Po aroma, ky është aerosoli, pra përmes këtij ajri të ndotur hyn dhe virusi dhe është krejtësisht instinktive. Se patjetër, po mos kishte aromë nuk do e kuptojshim. Ne vejmë dorën për atë arsye. Por janë elemente krejtësisht instinktive që ne i dimë dhe i njohim. Dhe vende mbeturinash të mëdha nuk e kemi parë sa ka qëndruar aty, a ka prekur, a ka punuar. Deri tani ne kemi vetëm hipoteza sepse askush nuk di. Personi vetë ka ndruar jetë, bashkëshortja ka ndruar jetë, ti nuk i hyn dot investigimit deri në fund. Sa kohë merr hetimi i rasteve, pra po themi hetimi epidemiologjik, po varësi të rastit, sepse mund dali që aty nuk ka pas prezencë antivirus, atëherë do të ngresh një hipotezë tjetër, pra merren gjithë hipotezat njëra mbas tjetrës. Kjo varësi të rastit. Gjithsesi kjo, nuk na shërben neve tashti këtu në Shqipëri apo në Europë apo për opinionin e gjerë, për ditur në veçanti se si ka ndodhur ky rast. Ne na shërben të kuptojmë që këtu nuk ka një situatë pandemie. Pra po themi, ky virus nuk ka karakteristika që ka gripi apo që ka Covidi etj. Është komplet gjë tjetër, zonos. Ama është një virus që mund të vinë në Shqipëri. Po, kemi pas në rast edhe më parë, nuk është një jo, flas versioni i Andeve. Version, tash shive. Neve kemi një botë globale, njerëzit udhtojnë shumë. Po. Mundësit për çfarë do lloj sëmundje janë që të shkojnë kudo. Sepse tashti neve bota lëviz për dhe fluturojmë tashmi me avion dhe 15 orë në çdo cep të globit. Pra mund ta mbulosh. Prandaj virtualisht kjo patjetër që është e mundur gjithandej. Por nga krahu tjetër, kujtojmë dhe një diçka, nuk është se mjafton të kesh shku diku një botë tropikale, po themi, apo të kesh taku njerëz lokal dhe automatikisht usmure. Apo pe 1000 aty dhe usmure. Po të kishte qenë kështu, do ishim smur në mënyrë të vazhdueshme, po do ishim smur vitin e kaluar. Në Shqipëri kemi ne kapacitete për ta trajtuar apo trajtimi është fare bazik? Tash këtu hym ke diskutime të mëdha neve. Se ju thatë që nuk ka vaksinë, nuk ka protokoll të caktuar, varet si reagon trupi. Protokolli është i drejtuar drejt mbështetjes simptomatike të pacientit. Pra nuk ka lidhje me direkt virusin. Terapi intensive 101. Kemi ne aftësi ta përballojmë? Në numrat të vegjël, po. Problemi nuk ka qenë kurrë edhe ke Covidi. Në numrat të vegjël nuk do kishte qenë një problem i madh. Në numrat të mëdhej, pastaj kjo ka përcen shumë shpejt se kapacitetet e kemi tulta. Pra mendoni që tek numrat e mëdhej ne mund të fillojmë të cedojmë dhe të kemi probleme. Në numrat të mëdhej, po që në fakt nuk janë dhe aq të mëdhej, sepse bolt shkonin të bënin një xhiro deri në spital për të pasur sa respirator janë gjithsej dhe kuptoni që numrat janë vegjël. Pak 10. Pak 10. Kemi gjithsej. Kjo është po ashtu një sëmundje që të çon në intubim? Është problem pulmonar, patjetër. Është problem pulmonar. Pra rikthehet ai intubimi i famshëm i terapisë intensive që ka nevojë për oksigjenim nga jashtë. Por rastet janë shumë pak. Pra, mbështetja intensive është e njëjta. Se ne nuk e dim akoma nëse do mbrin Shqipëri. Kush janë sëmundjet më kërcënuese që ne kemi rreth rrotullit, doktor Toko? Në këtë moment? Po. Shive, harrohet gjithmonë infarkti i zemrës dhe i trurit. Ky është shkaku numër 1 vdekjes në Shqipëri. Pra mbi gjysma e shqiptarëve këtë ka shkak të parë vdekje. Domethënë arrestet kardiake dhe hemorragjitë cerebrale. Të vëna bashkë janë mbi gjysma e humbjeve të jetës në Shqipëri. Gjysma e humbjeve të jetës në Shqipëri vinë nga zemra dhe nga truri. Mbi gjysma. Po në botë? Varësi në vendet ndryshme ka lëvizje. Ka një trend Europa. Është i njëjti trend pra në Shqipëri në raport me trendin botror? Jo, ne jemi mbrapa zhvillimit
shumë qartë, ne jemi mbrapa zhvillimit shëndetësor me Europën me radhë. Jemi goxha mbrapa. Pra, në krahasim me infarktin e zemrës dhe trur, nuk kemi ke hapat e tyre. Çfarë do të thotë? Në Europë ne kemi... Kjo vjen nga parandalimi, nga kultura shëndetësore? Parandalimi është një, por edhe trajtimin kohën e dur. Pra, po ke një insultin cerebral sot në Korçë, e ke largë qendrën spitalore, duhet maksimum një catchment area që quhet zonë kapje, mbulimi spitalor 45 minutëshe. Pra, po te i kalove 45 minutëshe, rreziku që ai person ndroi jetë dhe mos trajtohet dot është shumë i madh. Pra, një stroke center duhet më afër se 45 minuta, po do kemi ndoshta mundësi për ta fol, mos tym pjesë teknike. Nuk jemi aty, ndërkohë që ka afro 10 shtete europiane që kanë kapërcy problemin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe tash shkaku i parë i vdekjes janë sëmundjet tumorale, që janë diku më larg dhe janë më të vështira për të trajtuar. Që tek ne renditen besoj treta. Pra, hap mas hapi, të parat kanë qenë në histori sëmundjet infektive, të cilat janë mund përmes vaksinimit, antibiotikëve, tjere, e kanë humbur viralitetin e tyre dhe agresivitetin. Që arritëm neve të shkojmë një moshë që kapim sëmundjet kronike. Tash kemi filluar të shkojmë ke diabeti, ke zemra, ke truri, ke këto. Tani këtu kemi ngelur në zhvillim. Në Shqipëri. Momenti i dytë, tu jemi në Shqipëri, në këtë tranzicionin tonë shëndetësor. Momenti që kjo ka përcehet, pra fillon punohet, më mbrapa fillojnë sëmundjet tumorale kthehen problemi numër 1. Sot janë numër 2 në Shqipëri. Dhe ju thoni që në botë kanë arritur në këtë stad tjetër që lidhet me... Mos ka bëj 10 vendet Bashkimit Evropian që kanë kapërcy. 8 sigurta, po duhet kontrolloj 2 tjera, që janë tashti në fazën e tretë. Pra që sëmundjet tumorale është më shumë se sa sëmundjet kardiovaskulare, dhe kjo do kapërcehet, ka mendimi që shumë brenda kohës jetës tonë me zhvillime teknologjike që po jemi, dhe do jenë më pas sëmundjet neurodegenerative problemi, Alzheimer, Parkinson, e mëradhë. Pra, këto janë hapat e tranzicionit demografik. Natyrisht nuk është në... Shëndetësor. është një pyetje e cila është pak e përgjithshme për një mjek dhe nuk mund të japësh përgjigje, po është një perceptim publik që ka një rritje të madhe të numrit të sëmundjeve tumorale, ka një rritje të shumë të problemeve të reagimeve, pra të goditjeve kardiake në mosha më të reja, se sa normalisht, apo dhe të përgjithse. Tani, ka një rritje të këtyre, apo ka një rritje të aftësisë të diagnostifikimit? Të diagnostikit. Po, përsa i përket arrestit kardiak, jo. Nuk ka lidhje me diagnostikën, se kjo vetë let diagnoza, nuk është një problem, dhe nuk është se ka ndonjë rritje në moshat e reja. Nuk ka? Nuk ka. Gjithmonë ka pas, por ne tash kemi informacion më shumë. Pra po të ndodhe sot një diçka në Saran dhe e marrin vesh. Po. Një herë një kohë nuk e merrshin vesh. Pra është informacioni thuaj që... Kemi më tepër informacion dhe më tepër dhëna. Dhe kështu e evidentojmë më mirë. Po me statistika? Por sa i përket sëmundjes tumorale, kjo është në rritje. Është në rritje? Kjo është në rritje. Po kjo vjen nga diagnostikimi, apo vjen... Diagnostikimi është një pjesë, po kjo do kishte qenë disa dekada më parë, se diagnostikimi, pra skaner, rezonanca dhe tjera kanë kohë që kanë 2 dekada, të paktën 3 dekada. Kanë hyrë dhe i kemi. Fillim po. Por nuk kemi më jetën se që kemi pasur. Përveç pritshmërisë jetës, është rritë edhe mosha mesatare, kemi më shumë jetë për tjetu, por është, tash, ne dim se çfarë ajri thithim. Ne dim ushqimet, nuk e dim se ku janë taman. Ne dim dhe kemi pranu që neve të përdorim PVC-ra, të përdorim materiale... Të cilat me kalimin e kohës janë identifikuar si materiale kancerogene. Ne njofim shumë elemente, cilët nuk e kemi ma të jetën aq natyrale sa që kemi pas më përpara. Pra, e kemi ndryshu shumë stilin e jetës në Shqipëri. Po, ky ndryshim i stilit jetës, a përshtat edhe me ndryshim në organizmit? Jo, organizmi do fatkeqësisht shumë breza. Pra, organizmi përshtatet shumë nga dalë se sa zhvillimet... Absolutisht, po, kjo është natyra organizmi. Jetës përditshme. Neve në evolucion, imagjinon, një jetë zhvilluar, saj breza kemi në 2-3, maksimum 2-3 breza ta qymë botë të zhvilluar. Po, ku kemi qenë përpara? Pra imaginoni do të ushqimet si që kanë qenë, ku dhe 50 vjetë, 60 vjetë, 80 vjetë për para, 2-3 breza para nesh, dhe si që janë sot. Po, pa tje, kanë qenë cilësinë e ajrit, si që ka qenë atëherë dhe si është sot. Sezonale, ajri ka qenë. Sjellja ndaj jetës, pra në shumë aspekte që neve mund të hymë, kanë ndryshuar shumë, kushtet e banimit, janë bërë më të mira në disa aspekte, por në disa aspekte tjera jo. Janë më problematike. Ne kemi pas për shumë problem në Shqipëri dhe në Tiranë, po edhe në Shqipëri që kemi pas situata me tulla që janë marrë nga vënde që kanë qenë të ndotura me lëndë radioaktive më parë, dhe kanë pas rrezatime dhe është dashur qifet e radoni në për ambiente. Nga Ukraina? Jo, më të në Shqipëri, nuk ka nevojt meret nga Ukraina, se ka zonat të ndotura dhe tek ne, nuk ka nevojt këtë një bombë bërthamore. Ka edhe zona rrezatimi naturale. Prandaj, është të rëndësishme që edhe këto duhet i shohim materialet në ndërtimit, nga ku morë. Po mbeti kjo, për ta këtë se kontrolon do askush në Shqipëri kam frikë. Jo, jam dakord me ju. Mersi shumë e letë.
Do më dhëmë pyetja e fundit, rrezik pandemie, rrezik që të mbyllemi prapë shtëpia nuk ekziston. Jo nga hantavirusi, kjo është e sigurt. Jo për hantavirusin po flasim. Jo nga hantavirusi, me siguri. Atëherë falenderoj që ishit sot në studio. Faleminderit juve.